Mirë se erdhët të dashur peshqi, të bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me një letër kogja të bukur. Magjistari. Kjo javë në fakt të dashur peshqi fillon me një gji të fuqishme. Kjo nuk është thjesht potencial, është thirrje për ju. Mos prit që jeta të sjellë rastet. Krijoj vetë. Është një energji e tillë. Ti ke idetë, intuitën dhe talentin, por shpesh e lë fatin ose universin të vendos për ty. Kjo letër të thot qartë, stop, ndalo. Tani ti je ai apo ajo që duhet drejtuar, që e drejton. Pastaj vjen 6 të Arielit që quhet kjo letër, 6 të Arielit është energji dhënje dhe marrje, apo marrëdhënie, marrëdhënie. Kjo mund të tregoj ndihmë financiare, mbështetje nga dikush, mundësi pune ose dikë që shfaqet në momentin e duhur. Por mesazhi i vërtet është, mos u mëso të jesh ai apo ajo që jep gjithmonë, mëso edhe të marrësh, apo edhe kundërta, mos merr gjithmonë, mëso edhe të japësh. Me një farë mënyrë, me universi po thot, e meriton të marrësh, po aq sa jep të dashur. Pastaj kemi 7 të Rafaelit, që është kjo këtu, kjo letër që, apo letër e vendimeve të vështira. Ke shumë opsione, shumë mendime, shumë mundësi, por nuk po zgjedh. Jo sepse nuk di çfarë do, por sepse ke frikë të mbyllësh dyert të tjera. Duke u përpjekur të mbash të gjitha opsionet hapur peshqi, po humb kohë dhe fokus. Vendimi duhet të marrë tani, jo më vonë. Dhe asi i Arielit. Asi i Arielit të dashur është letër prosperitetit, stabilitetit dhe fillimit të shëndetshëm. Ky është një shpërblim pas vendimit, punë re, mundësi financiare, rritje stabiliteti, fillim serioz në dashuri, ose një projekt që sjell rezultate konkrete. Kjo është letra që thot, rezultatet nuk vijnë nga ëndrat, vijnë nga veprimet. Vendos çfarë do, peshqi, vendosni çfarë dëshironi. Dhe mos e ndryshon mendjen çdo ditë. Lejo dikë ose një mundësi të ndihmoj. Mos prit lejen e askujt nga që je gati. Mrekullia që po pret peshqi nuk vjen nga jashtë, vjen nga vendimi apo veprimi që në fakt je duke e shtyrë.